7 persona janë shoqëruar në polici për të marrë në pyetje për vrasjen e biznesmenit Edmond Hyka, i njohur ndryshe si Mondi Mahalla, mbrëmjen e së dielës në Elbasan. Autorët, pasi e kanë qelluar disa herë duke lënë të vdekur në vend, u larguan në trajtim të Librazhdit. Ato mjeti tip Audi që ata kanë përdorur për krimin u gjendi Diego në fshatin Mirak. 43 vjeçari u qellua sapo kishte dalë nga zyra në karburantin Xhaxhi Oil në pronësi të tij dhe ishte futur në automjetin Range Rover. Autorët e kanë qelluar disa herë me pistolet, ndërsa 2 prej plumbave prekën në kokë. 43 vjeçari ishte me precedent dhe jetonte në zonën Komuna e Parisit në Tiranë. Mondi Mahalla ishte pronar i karburantit Xhaxhi Oil në daljet e Elbasanit, një shërbim taksi El Taxi, cile Hollywood Lounge Bar. Mahalla ishte në gjyq për armbatje pa leje, posedim të sendeve të jashtëligjshme dhe shpërndarje narkotikësh. Më tepër se 4 postobllogje janë ngritur në Korç, po gradec të voll pas ngjarjes. Direktivat që oficerët e policisë kanë marrë kontrolli i mjeteve Audi me ngjyrë të zezë, pasi dyshohet se pas ngjarjes autorët e vrasjes kanë lëvizur drejt Librazhdit, nga ju klindja betet një derë kryesore në rast se duan të kalojnë drejt Greqisë.